Gjithsesi po e nisim pak me juve fillimisht, me studimet tua dhe jo vetëm, edhe me doktoraturën e cila është tashmë në përfundim e sipër. Faleminderit shumë. Unë studimet universitare kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës, pastaj kam vazhduar specializimin gjithashtu në Qendrën Klinike Universitare Stomatologjike në Prishtinë. Jam regjistruar pastaj në studimet e doktoratës në Zagreb, sepse gjithmonë dëshira ime ka qenë që të merrem me mësim dhënje dhe të merrem me studentë dhe me nxënës. Gjithashtu kam qenë asistente 2 vjet në drejtimin e ortodoncisë në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës. Pse vendose ortodoncinë fillimisht? Stomatologjia është një disiplinë e cila ka shumë drejtime të ndryshme ose degë të ndryshme. Mirë po, për mua gjithmonë ka qenë me rëndësi të merren kryesisht me fëmijët, po gjithashtu me të rritur të cilat kanë probleme me nofulla, sepse do të përmirësoj kualitetin e tyre të jetës dhe gjithashtu do të përmirësoj funksionet dhe çrregullimet të cilat jo vetëm që do të përmirësojnë kualitetin e jetës, por gjithashtu dhe kafshimin, edhe për këtë arsye ka qenë e rëndësishme për mua të merrem me këtë drejtim. Ka qenë ndonjë moment i veçantë apo rrjedh kjo me ndonjë situatë ku ti ke marrë këtë vendim? Apo ka qenë gjithmonë dëshira jotja pikërisht të ndjekësh ortodonsinë? Në fakt, gjatë studimeve ne kemi pasur praktik dhe kanë ardhur shumë fëmijë të cilët kanë pas deformitete të ndryshme të fytyrës, ku për shkak kushteve ekonomike që i kemi pas në universitet, jo shumë të mira dhe jo shumë të favorshme. Atëherë gjithmonë unë kam qenë e interesuar që të shoh se cilat janë qasjet më bashkëkohore dhe si ne mund t'ju ndihmojmë atyne fëmijëve, sidomos kur vishim prej vendeve rurale me kushte shumë të rënda ekonomike, dhe ajo ka qenë pikërisht mund të them qasti që unë e kam vendosur që unë do ta specializoj ortodoncinë edhe me shpresë që do ta përfundoj edhe doktoraturën. Tani je në proces e sipër të doktoraturës, keni zgjedhur Zagrebin e Kroacisë. Po, jam në përfundim të studimeve të doktoratës, besoj që deri ka fundi vitit vetëm do të përfundoj. Kam zgjedhur Zagrebin sepse e dim që është një qendër e njohur, sidomos për mjekësi, prandaj ka qenë për mua një zgjidhje ideale dhe për të arritur atë që unë kam dëshiruar. Gjithashtu edhe tema me të cilën unë vetëm do të përfundoj ose kam bërë punime që tani janë në pranim e sipër, ka qenë lidhur me çrregullimet e fëmijëve që kanë çrregullime të klasës së dytë, ne i themi skeletore, me nofull të poshtme të vogël të vendosur prapa. Prandaj dhe mënyra e trajtimit, mënyrë ortopedike, sepse gjithmonë ekziston ai mendimi që fillimisht vetëm është më rëndësi t'i drejtojmë dhëmbët edhe të duken bukur, e që unë mendoj që qasja fillestare duhet të jenë trajtimi i problemeve të nofullave, e pastaj drejtimi i dhëmbëve do të jetë shumë i lehtë dhe pa asnjë problem. Na shpjego pak ortodoncinë dhe rëndësinë e saj në një farë mënyrë në gjithë shëndetin tonë, jo vetëm të gojës, atë oral, po gjithsesi edhe në trupin. Çfarë ndikimi mund të ketë në gjithë shëndetin tonë fizik? Pas përfundimit të specializimit, ne ortodoncia merret me drejtimin e dhëmbëve. Mirë, po ne merrem edhe me ortopedinë e nofullave, çka nuk kupton me drejtimin e nofullave. Kur është fëmiu në rritje, atëherë ne me anë të aparateve të caktuara mund të ndikojmë në modifikimin e rritjes, pra që ta ndryshojmë mënyrën se si ndonjë nofull arritet. Prandaj kjo është fillestare, është hapi i parë i trajtimit, pastaj për të vazhduar me terapi ortodontike. Si kanë qenë për ty këto vite studimi në përgjithësi, duke marrë parasysh që je edhe nanë për gjithë shikuesit që nuk e dinë këtë fakt? Unë jam nanë e 2 fëmijëve, i kam 2 djemë, njëri është 10 vjet, ndërsa tjetri është 2 vjeç. Nuk është... Je duke përfunduar doktoraturën? Jam duke përfunduar doktoraturën. Kur unë e kam regjistruar doktoraturën në vitin 2022, marri djali im i vogël i ka pasur vetëm 6 muaj. Ka qenë një sfidë për mua, por njëkohësisht gjithashtu edhe për anëtarët e tjerë të familjes, sidomos për bashkëshortin tim, sepse unë kam qenë e detyruar të shkoj shpesh në Zagreb. Gjithashtu mentorin e kam nga Universiteti Rijekës, më është dashur edhe të shkojnë edhe në Universitetin e Rijekës për skanimin e për marrjen e mostrave gjithë punimeve ose studimeve që unë i kam bërë. Prandaj, ose gjatë kësaj periudhe, për shkak se tek ne specializimi kur kryhet nuk janë kushtet komedit sa të mira.
Dhe për të arritur një sukses ose për të arritur të një trajtim sa më mirë i pacientëve të mi, është dashur që të udhtoj shpesh jashtë vendit që për të marrë një uri që janë të nevojshme dhe për të ofruar qasje sa më bashkëkohore. Prandaj ka qenë sfidë vërtet, sepse unë jam detyruar t'i lë fëmijët në shtëpi. Shpesh herë kam shkuar duke qarë, kam qëndruar aty dhe jam munduar ta marr fluturimin po atë ditë që ka përfunduar trajnimi, që është të gjithë më kanë thënë po pse s'rrin dhe 2 ose 3 ditë tjera për ta shijuar edhe vendin. Mirë po jo, kjo ka qenë jo shumë rrallë, prandaj e kuptojnë nanat të cilat mundohen të vendosin një baraspeshë në mes të profesionit edhe në mes të familjes, që është shumë e vështirë, por me... Një sakrificë, po në fund të ditës është një sakrificë që ti po e bën jo vetëm për veten tënde, por edhe për fëmijët dhe anëtarët tjerë. Sigurisht ka qenë ndihma e bashkëshortit tim, edhe ai është stomatolog, ndoshta kjo e ka bërë që të më kuptoj qasjen edhe punën time. Gjithashtu edhe familjes së gjerë që më kanë ndihmuar dhe me janë gjindur pranë gjatë këtij rrugtimi, por unë mendoj që edhe fëmiu kur e ka një shembull, kur e sheh prindin ose një nanën për sakrificat edhe për mundin edhe për mënyrën se si ajo vepron dhe jeton, mendoj që është një shembull i mirë edhe një mësim se si duhet të ketë ose çfarë qasje duhet të ketë të nesërmen ndaj jetës. Shumë e vërtet. Po i kthehemi temës për cilën do ta diskutojmë sot dhe kjo ka të bëjë jo vetëm me ortodoncinë, por gjithsesi edhe me atë që e përmendëm pak më herët, ortopedia e nofullës. Nuk është tem që jemi mësuar ta dëgjojmë shpesh dhe si qëndrojmë tani në vendin tonë dhe në rajon pikërisht me këto inovacione të reja të cilat vetë se po vinë. Fatkeqësisht, në vendin tonë ortodoncia nuk është shumë që ka evoluar. Të arriturat në Evropë, ne jemi shumë larg nga ata. Jam munduar që të shkoj dhe të trajnohem atje dhe jam munduar që të sjell edhe në Kosovë diçka të re për të ofruar shërbime sa më kualitative, sepse mendoj që edhe ne si popull dhe fëmijët tanë i meritojnë këto. Fillimisht janë punuar vetëm aparatet mobile, mirë po aparate mobile që në kupton vendosje brenda dhe largim nga goja nga ana pacientit ose fëmijët, që shpesh fëmiu nuk bashkëpunon dhe nuk arrihet ndonjë zgjerim kockor. Ortopedi në kupton veprim në nofulla. Pastaj janë aplikuar edhe disa aparate të tjera, mirë po efekti më i madh ka qenë në dhëmbë se sa në kocka. Do thotë janë dëmtuar dhëmbët gjatë këtyre... Ne nuk, zakonisht kur veprojnë në nofulla, nuk dëshirojmë të kemi efekte në dhëmbë. Ato i konsiderojmë si efekte anësore, sepse nuk na duhen, janë të padëshiruara. Mirë po me kalimin e kohës, do më thonë për shkak të evolimit edhe të arriturave të shkencës, atër kanë në përfundim dhe janë vendosur mini implantet. Është një aparat që është me vendosur, me ankorim skeletore, themi ne, mini implantet vendosur në kohës dhe kemi efekt kockor, që tani më është edhe në Kosovë, edhe mund të bëhet edhe të fëmijët, edhe të personat e rritur. Deri tani të personat e rritur zërimi i nofullës është bërë vetëm me intervenim kirurgjik. Ka qenë një sfidë vërtet për pacientin, sepse ti thua që do të bësh intervenim kirurgjik, gjithmonë ekziston ajo frika se çka do të ndodhë, si do të shkojë operacioni. Domethënë procedura është jo shumë e pranueshme sidomos tek ne, dhe me këtë metodë inovative atëherë po e pranojnë më mirë edhe si normal që është më e pranueshme edhe më e lehtë edhe për pacientin edhe për neve. Tjetër çka ja vlen të cekët është se përveç që bëhet të zgjerimi i nofullës, shpesh pacientët kanë edhe kafshim të hapur. Kafshimi i hapur në kupton kur dhëmbët e sipër dhe të poshtëm të përparem nuk janë në kontakt me njëri tjetrin, që mundet me qenë dentar ose skeletor, mirë po kur është skeletor zakonisht trajtimi është bërë prapë kirurgjik, po them. Tani mund të bëhet gjithashtu me anë të këtyre aparateve që janë shumë bashkëkohore, duke mundësuar largimin e kirurgjisë. Zakonisht kur pacienti ka kafshim të hapur, mundësia për me u recidivu, me u kthy ekziston, mirë po bazë të hulumtimeve të mëdha shkencore që janë bërë, atëherë rezultati ose recidivi është i njëjtë sikurse me kirurgji dhe sikur me mini implante. Prandaj pse të mos menjanojmë kirurgjinë dhe të vendosim vetëm aparatin. To inovacione kanë ardhur sfundbi normal që në Evropë kanë ardhur shumë herët, por në Kosovë unë trajnimet i kam bërë vazhdimisht jashtë vendit, kanë qenë me financim vetanak, ka qenë kogja edhe një sakrificë financiare për familjen. Investim.
Investim goxha, investim i madh, sepse përveç që trajnohesh, atëherë këto kërkojnë edhe pajisje të tjera shtesë duhet të kesh në klinikë që kushtojnë shumë. Por unë po him çmimeve, se po më duket se kohët fundit. Jo, çmimet nuk do t'i flasim, mirë po që nga viti 2017-2018 vetëm kam filluar që t'i aplikoj, por shpresoj që edhe do të zgjerohet edhe kolegët tjerë do t'i aplikojmë dhe do t'jemi lider në Ballkan për fillimin e trajtimeve bashkëkohore në ortodonci. Si kanë qenë fillimet, sa janë vidisuar, po themi pak a shumë pacientët, edhe rezultatet? Fillimet kanë qenë shumë të vështira për mua, për praktikimin, sepse nuk kemi pas laborator me cilat unë është dashur t'i punoj. Ne në klinike kemi edhe një laborator të protetikës ku mundohemi së bashku me ata, isha e detyruar vetë t'i punoj. Do më thonë ka qenë një nga mungesa e kuadrove, nga mungesa e teknikëve të trajnuar për atë pjesë. Do më thonë, shpeshër thoja ta lë këtë punë sepse është e pamundur të realizohet, por asnjëherë s'jam dorëzu. Tani sigurisht që është më lehtë, edhe kanë fillu njerëzit të vetë disohen, edhe kur u spjegoj efektet anësore të aparateve të tjera në krahasim, sidomos me fëmijët, atëherë ata shumë shpesh bashkëpunojnë edhe tani më vetëm janë vetëdisuar edhe nuk kemi probleme. Sepse shpesher fëmijët i humbin para kohë dhëmbët e qumshtit, themi, që unë u rekomandoj edhe bëj apel të prindrit që t'i bëjnë kontrollat rutinore të fëmijëve, që sa më herët që është e mundun, që të shihen edhe deformitete, sepse sa më herët që zbulohen, trajtimi është më i lehtë, edhe pasojat janë më të vogla, i parandalojmë kirurgjit në të ardhmen, i ruajmë dhëmbët, dhe ndoshta edhe drejtimi edhe kostoja dhe gjitha do t'jenë më të ulta në krahasim nëse shkojmë më vonë. Sigurisht që rezultatet janë më të mira sa më herët që të bëhet intervenimi në këtë rast. Na trego pak për rezultatet, si shkon si procedurë, si identifikohet, diagnostikohet edhe gjitha? Te fëmijët, nëse flasim për zgjerimin, te fëmijët ne praktikojmë telerengenin. Është i shpesh? Si problem? Zgjerimi, po, është zakonisht nofulla e ngushtë paraqitet te malokluzionit të ndryshme, do të thonë te çrregullimit të ndryshme. Nëse nofulla e poshtme është zhvendosur prapa, shpesh nofulla e sipërme është e ngushtë, ose ku nofulla e poshtme është përpara, ose do të thonë është diku rreth 90% rasteve, nëse e shohim, do të thonë është një prevalencë shumë e lartë të personave të cilët kanë nevojë për zgjerim të nofullave. Rezultat, do të thonë fillimisht merret masa, bëhen fotografitë e fytyrës dhe të gojës, pastaj bën edhe fotografime, do të thonë një ortopan, i shohim gjendjen e dhëmbëve dhe një telerengen, i masim, i bëjmë matjet milimetrike dhe këndore të raporteve në mes nofullave, në mes nofullave dhe kokës, të indeve të buta, sepse nuk është gjithçka vetëm rregullimi ose drejtimi i dhëmbëve brenda, çka është me rëndësi pamja, profili i fytyrës, ose raporti i buzëve me nofullave që mos ta prishim harmoninë e fytyrës vetëm për t'i drejtuar dhëmbët. Pasi që të bëhen këto analiza, atëherë bëhet planifikimi, i tregojmë pacientit se cila është trajtimi më i mirë edhe vazhdojmë me procedurat. Ndërkaq se të rriturit, për shkak se sa më shumë që shtyhet mosha, mundësia për zgjerim normal që zvoglohet, mirë po në bazë të ulëmtimeve ka ardhur në përfundim se pothuajse shumica e njerëzve për shkak se na e klasifikojmë osifikimin e koskave, i themi na shkallën osifikimin në disa stade. Nëse është shumica, do të thonë gjatë tërë jetës përfundojnë në stadin C, që është e mundur zgjerimi i nofullës. Do të thonë edhe në mosha shumë të shtyra shpeshherë, ata pikërisht janë në stadin C edhe mund të bëhet zgjerimi i nofullës. Por bëhet një CBCT. Do të thotë s'ka të bëjë me moshën, ka të bëjë më shumë me pjekurinë e eshtrave. Po, do të thonë kjo varet ekskluzivisht tu e pa na një CBCT ose një 3D fotografim, pikërisht aty e shohim se a është e mundur ose jo, ajo sutura ne i themi, ajo vija në mes të dy pjesëve të pallatumit, pra të qelzës, se sa është e forcuar dhe e shohim a është ose jo mundësia. Dhe i vendosemi një implantet në qelzë, duke mos i prekur dhëmbët që të mos kemi efekte dentare, por duhet pasur parasysh që zgjerimi bëhet në mënyrë graduale dhe pacienti duhet ta dëgjojë mjekun se si duhet ta aktivizoj aparatin, mund ta bëj te shtëpia vet, prandaj nuk ka ndonjë problem. Dhe kjo ishte jo kirurgjike? Kjo është jo kirurgjike. Kjo thjesht vendosën. I fundit që është, do të thotë është inovacion?
Kjo është inovacioni në Ballkan, akoma nuk është që është nuk ofrohet si shërbim. Shpesh herë kemi raste kur vjen pacienti dhe thot nuk mund të, më kanë thënë që nuk mund të zgjeroj nofullën, sepse tani jam i rritur, mirë po është e mundur. Është e mundur zgjerimi i nofullës pa intervenim kirurgjik të personat e rritur, gjithmonë duke bërë një diagnostikim të saktë. Pacientët apo shikuesit në këtë rast, ata që ka nevojë më shumëti e besojnë kur ndëgjojnë për raste. Kështu që na e tregon ndonjë rast, ndoshta pse jo dikë që e ke trajtuar, ka pasur rezultat shumë të mirë, edhe ndoshta me moshën. Po sigurisht. Unë kam pasur pacient të rritur, i cili ka ardhur nga Danimarka, sepse edhe në Evropë jo secili ortodont e aplikon këtë metodë, që quhet edhe sistemi benefit. Dhe janë shumë shtrejtëse në Kosovë. Sigurisht, shumë ma i shtrejtë. Sigurisht është ma i shtrejtë në Kosovë, ka ardhur nga Danimarka, edhe ka thënë, disa atje i kanë thënë që nuk aplikohet, nuk realizohet, tha dhe të gjeta aty, dhe erdhë, dhe pacienti ka qenë dikun, po e flasë si shembull që ka ardhë prej jashtë, ka qenë në moshën 27 vjeçare dhe është arritur zgjerimi i nofullës. Pastaj kemi pacientë të tjerë që janë nga vendi jonë, 34, 36. Sa ku merr deri te arritja e zgjerimit të dëshiruar, po themi? Sa ku? Te fëmiu përfundon dikun për 2 javë, 2 eventualisht 3 javë përfundon zgjerimi. Pastaj aparati qëndron në gojë që për retension, dhe më thonë për mbajtjen e gjendjes që e kemi arrit. Ndërka që të personi rritur, aktivizimi bëhet me ngadalë, është një farë lloj aktivizimi që quhet në formë ciklike, e aktivizon javën e parë një herë, pastaj javën e varësisht se si është gjendja e kockës. Matët forca me të cilën personi është duke aktivizuar, dhe varësisht se si është gjendja e kockës pacientit, atëherë dhe do të zgjatet edhe aktivizimi dhe arritja e qëllimit, sepse se sa do të zgjerojmë varet edhe sa është raportin mes nofullës sipër dhe të poshtme dhe cila është gjendja e dhëmbëve të nofullës sipër dhe të poshtme. Më thonë janë disa variacione të cilat ne duhet i kemi parasysh, po besoj dikon rreth 2 muaj deri në 3 muaj është ajo mesatarja. Pastaj aparati qëndron rreth 1 vit në gojë, në mënyrë që të krijohet ajo kocka në mes, të cilën e kemi zgjeruar, gjithmonë nëse pacienti bashkëpunon mirë. Pyetja tjetër që po besoj shumë edhe e bërë edhe nga publiku, po duhet jetë ka dhimbje? Nuk ka dhimbje. Tani te kjo pjesë, me qenë se të gjithë e kanë, ka edhe shumë pyetje që e kanë edhe fobi në një farë ditë. Sigurisht, nuk ka dhimbje. Vendosja përderisa një fëmijë 8 vjet e përballon edhe është në rregull, do të ketë presion, do të më thonë në nivel të dhëmbëve ose në nivel të nofullës, mirë po dhimbje nuk do të ketë. As kur vendoset me një sasi shumë të vogël të anestezionit, nëse e pengon në proceset normale të jetës, ngrënjes? Jo, mund të ketë shtim të sekretimit pështymës për shkak të pranisë së trupit të huaj në gojë, ose fillim derisa të adaptohen gjuha edhe faqet edhe komplet zgavra e gojës me një aparat të huaj, po kjo zgjat dikon rreth 2-3 ditë edhe shumë lehtë adaptohet. Duhet të mirëmbahet, sigurisht që duhet të mirëmbahet, duhet të pastrohet aparati që të mos ketë mbetjet ushqimit, të mos mbetin aty, por zakonisht nuk ka ankesa. Ndoshta nganjëherë duket edhe shumë invaziv për shkak të mini-implanteve që vendosen në qelz, po kur i vendosen e shohin që është shumë e thjeshtë dhe nuk ka ndonjë tu e krahasu me pjesën e intervenimit kirurgjik, atëherë duket shumë e thjeshtë. Duket shumë e thjeshtë edhe rezultati është goxha i shpejt. Rezultati është i shpejt. Nëse ndalemi të shikojmë edhe për nga mosha që ishte vetëm deri në muajin e 3 për afërsisht 4, është rezultat goxha i shpejt. Është shumë e shpejt. Edhe sepse edhe nëse vendoset me kirurgjia, atëherë gjithsesi që për zgjerim duhet vendoset një aparat për kirurgji. Mirë po, është një inovacion kjo edhe besoj që është më e kapshme edhe është më e kapshme për pacientin. Me sa kam informacion, për momentin në Kosovë nuk është se ofron të njëjtën procedurë, të njëjtën zgjedhje për gjithë ata që ka nevojë. Nuk mund të them që ofron nëse jo, sa e di unë jo. Sa e di unë nuk ke një urit paktën që e ofron dikush. Po me ndihmën e sistemit benefit dhe
PSM që është brand gjerman ekskluziv që merret pikrisht me këtë sistem, është pikrisht ata që e kanë themeluar këtë sistem, që tani më ka ardhur në Kosovë, atëherë jemi duke punuar që bashkë me kolegët të bëjmë disa trajnime, që të ndihmojmë njëri tjetrit edhe të ofrojmë shërbime sa më të mira për pacientët, jo vetëm unë, po pse jo dhe kolegët. Edhe të tjera. Duke marrë parasysh ndoshta shumë ka është e nevojshme, e pse jo të shpërndahet edhe në për qytete tjera, që ta kenë më afër edhe gjithë. Po, ne sapo kemi pasur një trajnim për kolegët tjerë ortodont dhe ka shkuar mirë, ka qenë shumë interesant, ju ka pëlqyer shumë dhe shpresojmë që do të kemi prapë në vazhdimsi. Tani, po besoj që është koha që ta bëjmë një thirrje, ju personalisht për gjithë ata që kanë nevojë, cilët janë pacientët, po themi, më të shpesh apo të duhurit që duhet drejtohen tek ju. Pikrisht për të rregulluar ato probleme që ata mund vujna, që nuk mund ta dimë, po themi që ekziston si zgjedhje në vendin tonë. Unë apeloj kryesisht, për mua është më rëndësi të fëmijët, të prindrit, që ti respektojnë kontrollat rutinore. Ndoshta ata nuk do të, për shkak se nuk janë të lëmiz pra të fushës, nuk mund të identifikojnë problemet që mund t'i ketë fëmiu, qoftë për shkak të gëlltitjes ose të mirë, qoftë për shkak të ndonjë shprehje të keqe. Atëherë ne përveç që mund të trajtojmë, ne mund të parandalojmë ndonjë çrregullim. Për këtë arsye kontrollat rutinore janë shumë të mirëseardhura. Ndërkaq të pacientët e rritun se kur ka nevojë për zgjerim, mund të vrehet nëse nufulla e sipërm është shumë e qitur jashtë edhe dhëmbët janë të qitur jashtë, kur nufulla ka formë të shkron një zv, ndonjëherë kur nufulla e poshtme është më e madhe, nufulla e sipërm veç vrehet që ne i themi kafshim i kryqëzuar. Dhëmbët e sipërm gjithmonë i mbulojnë dhëmbët e poshtëm në kushte normale. Nëse nuk kemi raport të tillë, atëherë duhet të bëhet një zgjerim. Do të thonë zgjerimi i nufullës pothuajse është rutinë në trajtimet ortodontike, sepse zakonisht pacientët kanë nevojë për zgjerim të nufullës. Por prapë po e them, kontrollat rutinore dhe diagnoza saktë nga ortodonti, atëherë kishte më qenë më e mira që të vendoset a ka nevojë ose jo për zgjerim, sepse nëse na nuk e zgjerojmë një nufull, edhe nëse nufulla sipërm është e ngushtë, për shkak të arritjes së kontaktit ose kafshimit të rregullt, atë nufulla e poshtme tenton të zhvendoset në njërin anë, kur zhvendoset në njërin anë dhe persiston për një kohë të gjatë deri kur pacienti është adult, atëherë përveç çrregullimeve që ka qenë një çrregullim shumë minor, shumë i vogël, vjen deri te çrregullime shumë të mëdha. Do të thonë zhvendosja e nufullës së poshtme mbrapa e atëherë ky trajtim duhet të bëhet vetëm në mënyrë kirurgjike sepse nufulla e poshtme nuk është që mund të kthehet në pozitën që ka qenë. Prandaj gjithmonë unë apeloj që sa më herët aq më mirë. Kjo sikur kishte më qenë tek gjithë, kishte më qenë shumë më mirë. Moshat e reja, nga cila mosh mund bëhen këto intervenime, krejt për fund, edhe gjithashtu a jemi të vetëdijsuar sa duhet sa i përket kontrollave rutinore sistematike. Kontrollat rutinore mund të themi që këto vitet e fundit ndoshta jemi pak më mirë. Por akoma ka vend për përmirësim. Prej moshave mund të themi varësisht nga rasti. Nëse fëmiu i ka humbur dhëmbët e qumshtit shumë herët dhe ka probleme me nufullën e poshtme të madhe të sipërm të vogël, që përveç që ta zgjerojmë duhet ta zhvendosim edhe përpara nufullën e sipërme, atëherë na nëse i vendosim një aparat konvencional si më herët që është vendosur vetëm në dhëmb dhe tërheqim përpara me një aparat tjetër që ne i themi face mask, dhëmbët e pastëm do t'i sjellim përpara. Çka do të bëjmë? Dhëmbët e qumshtit nuk i kemi aty dhe do të azëm vendin dhëmbëve që do të vijnë pastaj. Do ta çrregullojmë komplet kafshimin. Në këto raste është mirë të vendosen mini implantet sepse ankorimi është skeletor, pra i vendosur në kockë dhe tërheqim kockën. Pra nuk kemi fare veprim në dhëmbë dhe në këtë mënyrë do të korrigjohet edhe do të zgjerohet nufulla, po të njëjtën kohë do të tërhiqet përpara duke mos i prekur dhëmbët fare. Do të thonë kjo mund të filloj shumë herët. Nëse çrregullimet fillojnë në moshën 5 vjeçare, atëherë zakonisht nuk ndodh humbja dhëmbëve anësor, mund të vendoset një aparat më i thjeshtë, sepse edhe kocka e fëmijës është shumë e butë dhe zgjerimi është shumë më i lehtë. Mirë, po në moshën 7-8 vjeçare, nëse vetëm kanë humbur dhëmbët e qumshtit dhe dëshirojmë ta tërheqim përpara, atëherë indikohet ky rast. Do të thonë indikohet ankorimi skeletor, vendosja me implantë dhe tërheqja përpara. Po tash ka metoda shumë, edhe nëse nufulla e poshtme është mbrapa, nuk vendosim fëmijët zakonisht nuk bashkëpunojnë. Nëse vendosim aparate që heken edhe që ngjiten, shpeshherë unë vendosi senzor në aparate që kur të vjen pacienti, qoftë prindi, qoftë fëmiu, mos më thotë unë kam
përdor aparatin, po nuk po shohim rezultat. Kështu që me senzor e shohim sakt sa kohë brenda ditës e ka mbajt. Ose nëse është ose edhe pse po vendosim senzor nuk ka bashkëpunim, atëherë ka edhe aparatet të tjera të cilat nuk na nevojitet bashkëpunimi i pacientit dhe vjen deri te zhvendosja përpara nufullës së poshtme dhe korrigjimi i raporteve ndërnufullore. Prandaj unë them dhe apeloj që me rëndësi është që të kalohet dhe të intervenohet herët në këtë stadin e parë ose fazën e parë të trajtimit me veprim në nufull. Pastaj drejtimi i dhëmbëve mund të bëhet në çfarëdo moshe, sepse shpesh pyesin unë i kam po supozoj 40 vjeta mund t'i drejtoj dhëmbët. Po mund t'i drejtosh dhëmbët. Nuk ka moshë caktuar për t'i drejtuar dhëmbët. Gjithmonë nëse e keni dhëmbët e shëndetshëm, nëse nuk keni gjakderdhje nga mishrat e dhëmbëve, nëse dhëmbët nuk janë të zhveshur, nëse nuk lëvizin, nëse nuk janë me kurora ose me ura që duhet, atëherë nuk mund. Do të thonë nuk ekziston si opsion në ortodoncia, mirë po, nëse shpeshherë nxjerrin dhëmbët poshtë dhe dhëmbët për shkak se nuk kemi dhëmbët antagonist, ata dhëmbët të sipër shkojnë poshtë. Opsion tjetër është që ata dhëmbë me anë të mini implanteve të zhvendosen lart dhe pastaj të krijohet mundësia për të vendosur dhëmbët poshtë që mungojnë. Do të thonë ka opsione të pafundme të cilat ne mund të zgjidhim problemet që shpeshherë shihen vetëm ato zbardhimet e drejtimet që bëjnë dhe që po në social media në po postojnë social media, në fakt problemet të zgjidhen komplet me pjesën e ortodoncisë. Shumë faleminderit Hana, ishte shumë kënaqësi që të patëm në studio dhe që të patëm sadopak mundësi që të bisedojmë jo vetëm për ortodoncinë, por gjithsesi edhe për zgjerimin e nofullës, si një inovacion që po bëhet edhe tek ne, mirë që të kemi, e po shpresoj që sadopak edhe publiku të ketë mund të marrë informacione pse jo drejtohet edhe. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mistemi dashur, shkojmë ta bëjmë një shkëputje shumë shkurt publicitare për të rikthyer edhe një herë këtu.